Kur rikthyem u kënaqëm me Besnik / Bes Mustafajn, Ishte mirë. Më kam të qeshura të reja këtë episod. Çdo episod gjej veten. Po eksperimenton me veten. Gjej doli kjo e presi. Po. Skaj. Edhe jo gas të bërit eksperimentosh me veten. Kur shkova në shtëpi, po. Okej. Tani do kalojmë me një tjetër rubrik interesante që quhet Në vendin e gabuar me Denisin dhe Meglin kur të vi. Sot do të bëjmë një tur rreth qytetit të Tiranës. Do zbulojmë skërkat, brigjet, gërgjet e saj dhe bashkë me mua do të jetë Megli. Yay! Tirana është krijuar rreth shekullit të 17 nga Sulejman Pash Bargjini, por edhe autobusi është konceptuar rreth këtij shekulli. Rastësi? Si fillim shkrepëm disa resme, siç do thoshin dhe tiranasit. Pastaj nisëm udhëtimin. Nëse nuk na dalloni, jemi ata djathtas, tek cepi. Unë jam ai me kapele. Gjatë udhëtimit na vendosën një këngë të Andi Shkozës, në errësirën e natës. Gjithmonë më prek kjo këngë. Këtu krijohen lekët. Këtu krijoheshin spionat. Një ilustrim i shkurtër i spionazhit të sofistikuar. Ish vida e diktatorit Hoxha. Theksit e ish, ai nuk jeton më. Pasi kaluam zonën e ish bllokut, filloi qefi i vërtet. Ku do doja të isha vërtet tani. Më në fund po merrnim frymë të lirë. Çdo sekond ishte argëtuese. Humor inteligjent. Pjesë nga filmi Njeriu me shenjë. Rrezik. Të gjitha për t'u argëtuar ju të katërt këtu. Koha për zbulimin e Tiranës. Evo. Gjatë zbulimit të Tiranës, zbuluam njëri tjetrin, zbuluam veten, zbuluam kush e vodhi thesarin e shtetit, kush e vrau Artan Santon, a vrau veten me Sheu apo ekzekutuam. Do borë. Ata nuk e qaj bo, ashtu. Qëndroni të fort!